Do të doja shumë që vajza ime të bëhej si Selin kur të rritej, ishte një nga deklaratat që bëri bujë të madhe gjatë qëndrimit të Mirit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, duke u shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale dhe duke nxitur reagime të shumta nga publiku. Në atë kohë, kjo deklaratë u interpretua si një vlerësim i fortë për karakterin dhe sjelljen e Selinit në ditët e para të lojës. Megjithatë, mbetet ende e paqartë nëse ato fjalë ishin plotësisht të menduara apo thjesht një reflektim i emocioneve të momentit, të ndikuara nga dinamika intensive dhe presioni i izolimit brenda shtëpisë më të famshme në vend. Ajo që dihet me siguri është se qëndrimi i tij ka pësuar një ndryshim të dukshëm me kalimin e kohës. Mbrëmjen e sotme, i ftuar në emisionin Se luan topi, Miri vendosi të flasë hapur për këtë çështje, duke sqaruar publikisht se sot nuk do të dëshironte që vajza e tij t'i ngjante Selinin. Gjatë intervistës, ai u ndal më gjatë te përjetimet e tij brenda shtëpisë dhe mënyra se si kanë evoluar marrëdhëniet mes banorëve. Sipas tij, disa situata dhe vendime të marra gjatë lojës e kanë shkënjyer, veçanërisht ato që lidhen me besimin dhe sinqeritetin mes konkurrentëve. Miri e cilësoi sjelljen e Selinit në momente të caktuara si të papritur, duke theksuar se nuk e kishte imagjinuar që ajo do të ndiqte një strategji që, sipas tij, përfshinte elemente pabesie. Ai shtoi se kishte pritur një qasje më të drejtë dhe më transparente nga ana e saj, por realiteti i lojës rezultoi ndryshe nga ajo që ai kishte perceptuar fillimisht. Në vijim, ish banori sqaroi se deklarata e tij e mëparshme lidhej kryesisht me përshtypjet e para që kishte krijuar për Selinin, ku ajo ishte dukur e sinqertë, e qetë dhe me vlera të admirueshme. Por, me zhvillimin e lojës dhe me shfaqjen e anëve të tjera të karakterit të saj në situata të ndryshme, perceptimi i tij ka ndryshuar ndjeshëm. Çdo njeri ka vlerat e veta dhe nuk po i mohoj ato që ajo ka, u shpreh ai, duke tentuar të ruaj një ton të balancuar, por pas asaj që kam parë, nuk do të doja që vajza ime të merrte çdo tipar që ajo tregoi në atë eksperiencë. Deklarata e tij ka rihapur diskutimet në rrjet mbi natyrën e lojës në Big Brother VIP, ku shpeshherë strategjia dhe qëllimi për të fituar mund të vendosen përballë vlerave personale, duke krijuar dilema të forta si për banorët, ashtu edhe për publikun që i ndjek. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.